ADN-ja e sistemit, kur kryeministri i shtetit nuk shkon me dëshmu në prokurori, qysh mundemi me prit që këta njerëz me ndërtu një gjyqësi të pavarur? Korrupsioni është konstantja e tyne. Nuk mundemi me prit dikush me bë gjyqësi të pavarur, me bë vetting, edhe me shkarku gjyqtare, me emru gjyqtarë që dojnë vetë, kur kryeministri nuk shkon me dëshmu në prokurori. Do me thonë është ADN-ja e sistemit, kur kryeministri i shtetit nuk shkon me dëshmu në prokurori, që prokuroria konsiderohet që është avokat i shtetit, do me thonë kjo është absurde. E dyta, kur ministrja që ka akt akuzë ngritur për vjedhje të rezervave shtetërore, nuk shkon gjykat për kundër ftesës që gjykata ja dërgon, nuk shkon në gjykat, qysh mundemi me prit që këta njerëz me ndërtu një gjyqësi të pavarur. Dhe e treta, do me thonë është çështje kur vetë vendosja e ka ngrit standardin që kur ngritet një akt akuzë ndaj një zyrtari publik, ai duhet me u pezullu, edhe këta vetë e mojnë Agip Krasniqin, të akuzuar për miliona euro kek, e mojnë në pozitë. Është, si më thonë, për të ardhur keq me prit dikujt në kuptimin zotit Dem Hasaj për partinë që përfaqëson, se nuk po flas individualisht, me fol për luftën kundër korrupsionit, kur në fakt korrupsioni është konstantja e tyne. Por ama, le të kthehemi tek thelbi. Kryeministri asnjëherë nuk ka refuzuar, po është vetë kryetari i partisë tuaj dhe kryeministri i atëhershëm i cili ka dhënë deklaratën edhe ka dhënë intervistë dëshmi në zyrën e kryeministrit. Domthonë, mos të tentojmë. Një kryeminist të ndershëm, siç është Albin Kurti. Shumë i ndershëm. Mos u ndërpresë, s'e ndërprejta. Një kryeminist 30 sekonda kryve, Albin Kurti. Pe respektim sekonda, 30 sekonda. Ma ndërpreu 30 sekonda edhe. Oje, 30 sekonda nuk i di. Mos u ndërpresë. Intervenim me rem, veç pak intervenim me rem. Nuk i ndërpreva. Nuk i ndërpreva. Faleminderit, Adnan.